Tre alergji misterioze që mjekësia nuk i shpjegon dot. Unë nuk jam ekspert, nuk jam mjek, por me qenë se lexoj dua që t'ju informoj, sepse po sikur t'ju ndodh juve që të hasni në një alergji të tillë, ose në një alergji tjetër, biles dua t'ju informoj, ka një pafundësi kohët e fundit të alergjive të pashpjegueshme, që thonë alergjia e rrallë ose sëmundje e rrallë. E keni vënë re? Tani po ju tregoj disa sekrete që duhet të njihni. Kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë, le t'i bëj like faqes që të shihni sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë, ju falenderit nga shpejtësia. Dhe po thoshja, unë do t'ju tregoj 3 nga këto alergji, po ka një pafundësi. Për shembull, kush prej jush më thoni që ta diskutojmë së bashku, sepse si do ta diskutojmë nëse nuk flasim këtu. Kush prej jush ka ndonjë alergji? A keni? Unë do t'ju them një rast që më ka ndodhur para ca kohësh, por do t'ju them ato 3. Njëherë pastaj të fundit fare do t'ju them ato time. Tani, 3 alergjit më misterioze, do t'ju them të parën. I kam shkruar sepse nuk i mbaj mend emrat e këtyre. Martina Becker. Martina Becker është një vajzë 18 vjeçare, ishte një vajzë 18 vjeçare, tani është rritur, dhe Martina nuk dinte se përse në disa raste ajo dilte në hapësirë dhe fillonte që t'i mbushej trupi plot me pulla. Askush nuk dinte ta shpjegonte se çfarë kishte ndodhur. Shkoi tek mjeku, shkoi tek dermatologu, shkoi tek gjithë ata që mendonte, askush nuk t'i jepte një drejtim. Bile i jepnin disa ilaçe të kota fare. Një ditë, një i moshuar i tha, shko tek një specialist që ishte pikërisht për këto sëmundjet e rralla. Dhe shkoi, dhe sipas testeve që i bëri, Martina ka probleme me ajrin. Pra ajri, nëse është i ndotur, ajo fillon dhe i dalin pulla në gjithë trupin. Por prisni sepse nuk mbaron me kaq, sepse Martina çfarë bëri? Me kalimin e kohës u keqësua shumë e më shumë, derisa u detyrua që të merrte, pra të kishte një asistencë, një qen. Qeni ndjen erën e keqe ose jo, pra duhet të jetë oksigjen i pastër. Ndryshe ajo ka probleme. Të gjithë kemi probleme sepse sapo ju thash që ka një pafundësi alergjish dhe një pafundësi sëmundjesh të reja. Por Martina nuk e dinte. Dhe pikërisht për këtë nga viti 2018 diçka e tillë, ajo vendosi maskën në fytyrë dhe që atëherë nuk e ka hequr më. Pra kjo vajzë jeton me maskë dhe do të jetojë me maskë për tërë jetën, sepse ajri i ndotur i krijon probleme. Dhe i tha specialisti, në kohë që i bën edhe një test, e morën dhe për bërë teste të tjera që të kuptojnë, edhe nga universitete të rëndësishme, dhe disa i dhanë disa përgjigje vërtet maramëndse. I thanë që ti nëse do të ecje kështu, të paktën për 6 vjet, parafërsisht, ti mund të vdisje, humbisje jetën, sepse trupi yt nuk mund ta pastrojë, si mund të quhet, ajrin që vjen nga jashtë, ajrin e pistë. Në fakt, ajo Martina, vetëm kur shkon nëpër male, maja të larta, mund të thithi ajrin e pastër, të oksigjenit, dhe aty nuk ka probleme. Por gjithmonë mban qenin me vete, dhe ky është fakti 1. Tani do t'ju tregoj faktin 2. Quhet Teresa Smith. Teresa Smith ka një problem, quhet artikoria aquagenica. Artikoria aquagenica. Çdo të thotë kjo, e gjeta vetëm në italisht, sepse edhe në anglisht parafërsisht ka të njëjtin emër, mirë thash, por çfarë ndodh? Kjo vajzë, pra Smith, vuri re me kalimin e kohës, sepse nuk ishte menjëherë. Të gjitha këto, edhe alergjitë, sepse alergjitë shfaqen. Ti mund të kesh edhe që 5 vjeç, 10 vjeç, por zakonisht në momentin e pubertetit, pra kur njeriu fillon dhe rritet në të gjitha anët, nuk më vjen tani ta them, dhe kur rritet në të gjitha anët, ai fillon që të ketë edhe të shfaqen probleme të alergjive. Dhe ajo teksa po bënte dush një ditë, ju bë trupi komplet i kuq, sikur ishte djegur. Në fakt, i tha të jemës dhe jema tha, je djegur. Tani, me qenë se ishte kohë vere, kjo Teresa Smith
Tessa Smith tha që nuk u alarmova, sepse me qenë se kishim qenë në plazh, mendova se ndoshta nga djegja e diellit, uji bëri ndonjë kontakt, dhe ky fuzion me ujin ndoshta më krijoi probleme. Ajo sot është 26 vjeçe, por kur ndodhi ishte para disa viteve, dhe e bukur është që ajo kur shkoi që të lante duart pas disa ditësh kjo, sepse jo me njerë, sepse dal nga dal fillon, derisa pastaj bëhet kronike, ju mbushën gjithë krau deri sipër, edhe krau tjetër, me fluka, sepse u bë me blama të kuqe dhe pastaj me fluka. Dhe aty ajo u alarmua dhe shkuan tek specialistët. Pas një sër testesh e tjerë, zbuluan pra që ka alergji nga uji. Po, alergji nga uji. Nuk është tash ka një pafundësi. Alergji unë po ju tregoj vetëm këto që më kanë lënë mbresa. Por, dhe që atëhere, ajo, pra, Tess kur shkon në banjo, me fjalë ajo do thotë njeriu si lahet, nuk e di si lahet. Nuk e di si lahet sepse nuk e thot. Nuk e thot, por ka marrë, me sa kuptova, ka marrë disa lëngje, me një fjalë për dezinfektimin e trupit, dhe të bëra apostafat për të, por ajo thotë që unë nuk mund edhe qanë, në fakt në intervistë që pash, sepse nuk mund të jetoj kështu njeriu. Merreni mend tani të jetoj njeriu pa u lar. E di që nga ndonjë nga ju do thotë, por ti ke bërë dhe një emision ku një njeri nga Kazakistani, andej nga Kurdistani, që nuk u la për 60 vjetë. Mirë po, këta të rinjtë e sotëm të zhvilluar, që i rrinë në botën e zhvillimit, është e vështirë që të rinë të jetën pa larë. Kështu që nuk di se si do shkroj puna e Tessit. Megjithatë unë do të tregoj pikën 3, pra një alergji të tretë, që është xheku. Xheku ka sindromën, ka një pafundësi të këtyre, ka një pafundësi, por unë do të tregoj diçka të çuditshme. Xheku ka sindromën e derrit mace. Po, pra është një sindrom që quhet sindroma e derrit mace. Ç'do thotë kjo? Ka shumë njerëz që kanë, po ja u them, mbajeni mend këtë, do t'ja tregoni, ja pse duhet bëjmë këto informacione këtu, do t'japim dhe duhet diskutojmë së bashku. Sepse sot për shembull do mësoni diçka të re dhe do t'ja thoni atyre që kanë nevojë. Dëgjojeni me kujdes këtë. Xheku ishte alergjik nga macja, nga qimet e macës. E keni dëgjuar këtë që shumë njerëz kanë alergji nga macet, nga qimja e macës. Por çudia është që disa prej tyre, pasi shfaqet kjo alergji, pra e macës, pas një farë kohe, sa po fillon dhe kafshon mishin e derrit, nga i moment bëhet alergjik. Pra alergjik i mishit të derrit. Dhe quhet, sepse kanë një kombinimi mes macës dhe derrit. Kush është kombinimi? Tani po ja u tregoj. Tregohet për një legjendë shumë të vjetër, ku një mace u dashurua me një derr dhe u dashurua kaq shumë sa që rinin për herë bashkë dhe erdhi një moment që derri e shtypi pa dashje dhe ngordhi macja. Nga momenti që ngordhi macja, derri e hëngri dhe teksa e hante derri, shpirti i macës e mallkoi dhe i tha, ne do t'jemi për herë bashkë. E di që duket si fantazi, po atëre më thoni si ka mundësi që kjo legjend të lidhet eksaktësisht me këtë problem. Pra, çfarë lidhje ka derri me macen? Më thoni ju. Pra, kur ti ke alergji nga macja, pse duhet sa po thash mishin e derrit të fillosh të kesh alergji edhe me derrin? Më thoni ju. Pra, mbajeni mend, kur të dëgjoni ndonjëri që ka alergji nga mishi i derrit, pyeteni pak, a ka dhe alergji nga macja, pra nga qimet e macës, ose thjesht nga macja? Pyeteni. Megjithatë, unë ja u tregova, sepse këto janë vetëm disa. Tani, dikush ka do thotë, po njeriu evoluon. Po,
por kohët e fundit ka një pafundësi. Pra, jo të vetëm të alergjive, por edhe të sëmundjeve të rralla. Pse kjo? Për mendimin tim, pastaj do të dëshiroj një komentin tuaj. Sepse njeriu është në një moment kohor ku po pëson një zhvillim kolosal, fizik dhe mendor. Dhe pikërisht në këtë moment, duke qenë një vorbull e madhe, qoftë nga njerëzit, por edhe nga vetë planeti dhe nga gjithësia, po krijon probleme, po krijon pikërisht pra këto alergjit dhe sëmundje të ndryshme, të rralla që nuk ekzistonin më përpara, sepse duket sikur qelizat po çmenden. Pikërisht për këtë duhet jemi të informuar, sepse duke u informuar, siç e kemi thënë, informacioni është dije dhe dija është pushtet. Tani do të dëshiroj një komentin tuaj, çfarë mendimi keni për këtë alergji dhe nëse ju keni ndonjë alergji të dyshimt ose ndonjë alergji që mund t'ja themi të shokëve dhe shoqeve. Unë do t'i them atë që më ndodhi mua. Thash, më ndodhi rastësisht një herë, kam thënë, por duhet ta përsërisë, më ndodhi në vitin 2000. Teksa bëja turne në Shqipëri, piva një kafe turke dhe u mbush tër fytyra me pulla të kuqe. Dhe nuk e kuptova që ishte alergji, por pas disa muajsh që insistoj edhe herë të tjera kjo alergji duke pirë kafe, aty pyeta një kushurin tim të parë, që është Gjergjin, që e përshëndes, është mjek, dhe më tha, e ke alergjike, tha. Kjo është alergji, direkt alergji, duhet tani, tha, ulu dhe më thoi, tha, çfarë ke ngrënë dhe çfarë ke pirë që në mëngjes. E i thash, nuk kam, i tregova, piva kafe, nuk kam bërë ndonjë gjë, tash po ngra vetëm diçka gjëra të vogla kështu, një copë bukë me reçel dhe gjalp. Dhe aty më tha, është kafea. S'ka mundësi tash të jetë kafea, po thash kafea. E provova ditën tjetër, qëllimisht më dolën flukat dhe që atëherë nuk piva më kafe turke sepse më bën alergji. Mirë po, nuk e kam provuar më që atëherë që në vitin 2000, jo sepse kam frikë, por nuk e kam provuar dhe kaq. Dhe doja t'ju pyesë juve, çfarë lloj alergjish keni ju të veçanta ose të çuditshme që mund ta diskutojmë këtu. Pres komentet tuaja. Natën e mirë, ju përqafoj.